Oficeria e burgut mbeti i shtatzan me fëmijën e burgosurit i shpëton prangave. Një oficer e burgu që mbeti i shtatzan me fëmijën e një burgosuri pasi filloi një lidhje me të ndërsa ishte në lirim brenda natës, i ka shpëtuar burgut. Sara Bernet, 33 vjeç, e cila punonte si anëtare stafit mbështetës operativ në Stanburi në Derbis, kaloi 2 net me Scott Taylor pasi ai u lirua përkohësisht nga burgu i kategorisë D në gusht 2023, dëgjoi një gjykatë. Taylor më pas qëndroi me Barnett pas lirimit të tij të plotë disa ditë më vonë, duke mbetur i paligjshëm në shtëpinë e saj pasi u thirr në burg në fillim të shtatorit. Gjykata e Derbit u informua se ai u arrestua në 3 tetor 2023 me Barnett që zbuloi policisë se ishte 6 javësh e shtatzan me fëmijën e tij. Më pas ajo pranoi se ishin në një lidhje dhe tha se ndërsa e dinte se kjo nuk shihej me sy të mirë, pretendoi se po luftonte me shëndetin e saj mendor. Barnett pranoi sjellje të keqe në një detyrë publike gjatë një seance të mëparshme dëgjimore, kur ajo u kthye në dënim të enjten, ju dha një urdhër 2 vjeçar në komunitet dhe ju tha se duhet të marrë pjesë në 25 ditë të kërkesës së aktivitetit të rehabilitimit. Sara Barnett, fotografuar të enjten, e cila u deklarua fajtore për sjellje të keqe në një detyrë publike pas akuzave për një marrëdhënie të paligjshme me një të burgosur mashkull, u dënua. Gjykatësi Shaun Smith i tha Barnett se duke marrë parasysh uljen e dënimit që do t'i takonte nëse do të pranonte fajsin, do të ishte pa kuptim të vendosej një dënim me burg, sepse do të ishte vetëm rreth 2 muaj, ai shtoi, ndërsa fillimisht mendoja se kjo është diçka kaq serioze sa duhet vendoset një dënim me burgim. Një gjykatë duhet jetë shumë e vetëdijshme në fund të fundit se kur bëhet fjala për kozgjatjen e mundshme të atij dënimi, nëse në gjitha këto rrethana veprimi më i mirë është vendos një urdhër komunitar.